Përshëndetje. Përshëndetje. Sot fillojmë podcastin më të ri në qytet. Dhe them qytet sepse është i dedikuar plotësisht për Tiranën dhe përveç se për qytetin, njëkohësisht është dhe për industritë kreative. Dhe dy personazhe shumë interesant për industritë kreative për momentin në këtë qytet jeni ju të dy, Dea dhe Noni. Për gjithë shikuesit, cilët momentalisht nuk ju njohin, këto ditë tek qendra Agimi, ish kinema e vjetër Agimi, po mbahet një ekspozitë shumë interesante, një ekspozitë e cila ka pas një jehon shumë të mirë nga gjithë ata që e kanë vizituar, dhe ne si agjenci e industrisë kreative dhe pjesë, ku kemi pjesë edhe qendrën Agimi, jemi shumë të kënaqur dhe kemi qenë shumë të nderuar që ju kemi mirëpritur. Dhe aty pam punët e Des dhe punët e Nonit. Tani, si fillim, unë dua për kuriozitetin tim, për kuriozitetin e shikuesve gjithashtu, dua di si ka filluar dita juaj sot. T'ja njësun, me që jam vajzë. Atëherë, unë ushtriva me idenë për të zgjuar bukur, por nuk u zgjova dhe aq bukur sot, se kisha ditë pa gjumë, duke qenë se kishim përgjegjësim për të dalë sa më mirë edhe për publikun. Edhe ndodhi një problem që më mërziti paksa dhe kemi këto rrëshqitjet nga emocionale, nga entuziazmi në shqetësim, po gjëra që rregullohen patjetër për njerëz që marrin përgjegjësi mbi supe duhet t'i çojnë deri në fund. Në përgjithësi, dita jonë është e angazhuar lidhje me krime edhe me punë artistike, edhe mundohemi që të vim edhe të sillim edhe frymëzim për ato që na shohin. Në këtë rast vim bashkëpunim me Nonin, që jemi të dy artistë të rinj, prandaj edhe njerëzit edhe publiku nuk na njeh mirë, por shpresoj që me aktivitetet që mund të realizojmë në vazhdim, do kenë mundësi të na njohin edhe si qasemi ne me idetë tona në artin që bëjmë. Po për ty Noni, si ka qenë dita? Si e fillove ditën sot në këtë qytet, me këtë krijimtarinë tënde, me këtë njerëzit që të rrethojnë, familjen, shoqërinë etj. Po. Atëre mirë, i kënaqur, i lodhur pak nga gjithë fundjava, edhe në stres që të dilim si sa dhe Dea që jemi munduar të dalim sa më mirë. Tashi edhe pres më të vazhdoj rutinën, si që me këto që merremi unë tashi po vazhdoj edhe për tatuazhe, edhe jam në praktik, kështu që jam nis gati që të vazhdoj të punoj, të merremi me ide të reja, i kënaqur edhe si ka dalë dhe ekspozita, edhe një ditë tjetër për të vazhduar. Shumë e bukur. Jam kurioz sepse jemi dy breza të ndryshëm, jo shumë larg, po prap besoj një 10-15 vjeçar ndryshon nga njëri tjetri. Dua di, si është rutina e një artisti ditët e sotshme? Si është rutina ditore e një artisti ditët e sotshme? Tani unë mendoj që nuk ka rregulla për një rutinë që të bëjmë një protokoll rreth kësaj gjëje, por që çdo gjë nis nga një shkak, siç thash edhe nga problematika që nisi sot, më krijuan edhe më erdhën edhe ide tjera për edhe mënyra se si do ta rregulloj, por edhe mbase për të krijuar diçka të re rreth kësaj gjëje që më doli si problematik, por rutina nis nga një shkak, nga një mendim. Edhe vetë titulli rrëshqitje që e kemi vendosur për ekspozitën tonë është një rrëshqitje, një shkëputje nga realiteti, nga rutina e përditshme. Do të thënë marr nga rutina e përditshme, sepse gjithçka nis aty. Kemi momentet tona që kemi rikujtime të momenteve të ndryshme jetësore të përjetuar më përpara, ose fantazojmë, teletransportohemi në një hapësirë tjetër, secili krijon një botë ndryshe, por rëndësi ka që të dim të ndajmë
realen me imagjinatën edhe të marrim përgjegjësinë mbi veprimet tona. Edhe si thash edhe më përpara, ne kemi synim që nëpërmjet punëve tona edhe të frymëzojmë ato që na shikojnë për të krijuar pa rregulla, ama me përgjegjësi. Po, për ty në si është rutina? Tani për momentin jam dhe unë pak kështu në ajër të them, se isha që kam qenë në ushtri domethënë edhe tash jam kthyer në Tiranë kam ca ditë. Edhe Shumë e bukur kjo. po tash dua të vazhdoj të ndjek të gjej domethënë këtë që ju thash edhe me tatuazhet. Për momentin nuk është se kam diçka fikse, jam çfarë të më dali para, shikoj të kap mundësitë. Dhe konkretisht çka ke bërë gjatë kohës gjatë shërbimit ushtarak? Çka ke bërë në një vepër ndonjë diçka? Shumë nga veprat që kemi prezantuar edhe të ekspozita, pse në fillim fare kisha folur me Dean që i pash punët, thash të bashkëpunojmë, thash gjën goxha, mund të bëjmë diçka të bukur, edhe shumë dhe prej punimeve i kam punuar kur kam qenë në ushtri. Edhe më ka dalë për mirë, domethënë kam patë edhe kohë që të mendoj, edhe për veprat. Është interesante, se më bëri përshtypje tani. Ushtria është një kushte presioni, gjithsesi, disiplinë, presioni njëra tjetra. Kjo është një pyetje përgjithësi për shumë artistësh, edhe çik filozofike. Kushte presioni krijohet më tepër apo më pak? Ose si e keni secili mund ta ketë ndryshme ndjesinë. Për pjesën sa kam qenë aty, kjo presioni nuk është vetëm te ushtria, do presioni mund të jetë edhe presion shoqëror, mund të jetë presion i shumë punëve të akumuluara bashkë. Si është për ju? Shiko, unë nga mënyra se si flas, ndoshta tregojmë në shumë raste tregojmë shumë ekspresive në mënyrën se si e shpreh mendimin tim, edhe njerëzit më marrin shumë të stresuar, por në fakt thjesht dua që gjithçka në lidhje me punën time të jetë ashtu siç pavarësisht se ne bëjmë diçka subjektive, sepse arti është subjektiv, duhet të përmbaj edhe disiplinën, edhe sigurisht që ka presion, çdo punë, çdo realizim, si ekspozita, si puna që bëjmë në studio. Kështu që presioni varet edhe nga emocionet edhe nga energjia e stafit bashkëpunues që të rrethon. Po, ajo pyetja që sapo bërash të influencon për mirë presioni apo për keq në krimtari? Të frymëzon për mirë, do thoja, se nga këto shqetësime ne marrim shkak të nxjerrim edhe të krijojmë. Nëse gjithçka do shkonte vaj pastaj, aty do ishte një moment qetësie dhe mbase nuk do ishte edhe shumë krijuese. Po. Se të lodh kjo pjesa kur je qetë edhe nuk ke asgjë që të shqetëson, nuk të sjell diçka që të krijosh. Për ty Noni si është? Edhe për mendimin tim, për mirë ndikon se të detyron më shumë që ti mbyllësh diçka që punat që ke në mendje, atë që ke në mendje të detyron që ta mbyllësh, me thënë brenda një afati, edhe normalisht që të ndikon për mirë. Madje kjo edhe nga që përmendë dhe ushtrin, kjo funksionon dhe shumë që kur ke për të bërë diçka, që këtë më ka mësuar, kur ke për të bërë diçka, ta bësh, mos ta lësh për më vonë, ose për nesër. Kjo është më e mira, do më thënë që lidhe dhe me disiplinën, kështu që edhe presioni për mirë ndikon në përgjithësi. Fatikisht thuhet dhe deri diku unë e besoj që truri i njeriut qiket si puna e sfunxherit, që sa më tepër ta shtrydhësh, sa më tepër presion krijosh, ai vazhdon akoma më tepër nxjerr. Prodhon. Kështu që mirë është faktikisht edhe shkencërisht është e testuar që sa më tepër po themi ta vrasësh trurin, të mendohesh, aq më jetë gjatë janë qelizat e trurit dhe aq më tepër është i vetmi organ që rigjeneron qelizat në momentin që në fakt të bëjë Nonit, se Noni direkt kur ka ardhur në Tiranë ka qenë nga ushtria
edhe ishte shumë entuziast se e quan tek kështu, mu duket sikur jam në ëndër, se isha në ushtri dhe tani po realizoj art nga një gjë tjetër në një dimension tjetër, edhe i thash që kjo do na ndihmoj që të punoj më fort edhe t'i vëmë gjërat për vi më shpejt se sa. E besoj. Do t'ju pyesja, çfarë mendoni, çfarë vlere mendoni që kjo vepra juaj ose kjo projekti juaj i ka sjellë shoqërisë? Është pyetje shumë drejt për drejt. Edhe ju në fillim feedbacku ka qenë shumë i mirë, edhe në biseda e sipër me të gjithë që kanë ardhur e kanë vizituar nga afër. Gjëja kryesore që më ka ngelur edhe më ka pëlqyer është që kanë marrë frymëzime dhe janë frymëzuar. Ky ka qenë edhe qëllimi kryesor i të gjithë ekspozitës, që ato të frymëzohen për të krijuar mbase ndonjë gjë mbase në stilin ku janë, por thjesht ideja edhe mënyra se si ne kishim organizuar të gjithë ekspozimin e punëve tona, ju sill atyre një, si të thuash, mbase është e egzageruar, inspirim, por një lloj shkaku për t'u kapur edhe për të vazhduar edhe me punët e tyre. Edhe ideja që dy artistë të rinj, edhe sepse shumica e publikut që ka qenë, sigurisht që kanë qenë artistë të rinj, marrin shkas nga kjo për të bërë edhe ato punët e tyre dhe për të shfaqur edhe ato në publik, sepse shumica e artistëve janë shumë të tërhequr edhe introvert, siç jemi dhe ne në këtë rast, por që duhet përpiqen më shumë, sepse arti nuk bëhet vetëm me veten, duhet që ta shfaqim edhe ta tregojmë edhe me të tjerët, ta ndajmë edhe me të tjerët për të përjetuar një udhëtim të kësaj eksperience. Qëllimi ishte të realizonim një krahas, domethënë të realizonim një atmosferë të bukur edhe për publikun, edhe ana vizuale të ishte diçka e lezetshme, që edhe dhe është përkushtuar pafund që të dali sa më bukur gjëja. Unë personalisht me punimet që kam bërë, si qëllim ishte të gjalli atë fëmirin time, se personazhet që janë brenda serisë i kam krijuar kur kam qenë fëmijë, kështu që i kam risjell tamam në atë botë që kam dashur, që merren veç me kreativitet, edhe atë kemi dash të sjell, që kemi, si shtatë ideja, të inspirojmë edhe publikun që mund të shprehen ashtu siç duan. Unë do thoja që e kemi nisur që nga instalacioni kryesor, mbase edhe për të hequr këtë kurreshtin e publikut që nuk e ka parë akoma, që është një tualet, që i bashkangjitet një imazh nga rutina e përditshme, edhe titulli i veprës është po i njëjti, që aty nis dita jon, edhe që aty nis një rrëshqitje e një dite të re që na sill papritura dhe nuk e dim se çfarë na pret, pavarësisht se ne në mendjen tonë mund të krijojmë një plan, po asgjë nuk është fikse në këtë jetë. Si çdo gjë është subjektive dhe arti është subjektiv, dhe si shkak i këtij instalacioni vijnë edhe pjesë të tjera edhe përfundojnë me punët e Nonit që janë grafite të rrëmujshme edhe të vendosura me punët ilustrive digjitale të jetës, me personazhet që krijon Noni në dosjen e tij. Kjo e gjithë plani i ekspozimit ka dashur paraqes një jetën që ne, siç thatë ju në fillim, si e nisni ditën. Ashtu siç e nisim në ditën, me rutina kryesore, deri në përfundim nga rrugët që kalojmë, që janë të rrëmujshme si nga ana vizuale, si nga ana e të përjetuarit gjërat. Faktikisht kjo ishte edhe pyetja ime e radhës, është se dhe në artin tuaj ju shfaqni tendenca urbane dhe do më pëlqente shumë që me që kam rastin të kem të dy artistë që kanë stil urban. Si e përjetoni ju qytetin urban, Tiranën në rastin konkret? Domethënë si është për ju të jetuar në Tiranë?
do me gjithmonë parë në sensin e një artisti, sa ju ndihmon krijimtari, sa ju ndihmon në stilin e jetesës që bën etj etj. Unë do thoja që vendin e bëjnë njerëzit dhe jo vendi njeriu, kështu që njerëzit varet nga energjia e tyre, varet nga synimet e tyre. Ç'e energji ka Tirana? Banorët e Mendoj Tiranës. se ndryshon nga sezoni në sezon. Çdo sezon ka të ndjesinë e vet ndryshe tjetri. Vera është shumë e zjarrt, shumë pasionante në çdo lloj drejtimi, janë njerëzit më energjik, vinë shumë edhe të huaj, ka dhe shumë turist, ka shumë lëvizje, ka shumë interes për të parë se çfarë bëhet në Tiranë, se si është kultura, se çfarë bëjnë të rinjt. Edhe kjo edhe na nxit edhe ne që të punojmë edhe të aktivizohemi dhe të tregojmë se jo nga vetja jonë, se çfarë dimë të bëjmë edhe për pjesën tjetër të botës që mbase nuk na njeh edhe shumë mirë. Por që kam shumë feedback të mirë edhe nga audienca e huaj, edhe më pëlqen shumë kjo gjë, edhe ju pëlqen edhe fakti që nuk është ndryshe nga stereotipi që ato kanë krijuar për Shqipërinë. Na shikojnë shumë shumë afër tyre, edhe pse po t'i marrim një nga një nuk kemi dhe aq, kemi një kulturë paksa të varfër do thoja, edhe mënyra se si qasemi me bashkëpunim me njëri tjetrin, jemi paksa të ngurtë, nuk është se përqafojmë shumë mirë bashkëpunimin. Edhe këtë doja që ta theksoja, sepse për çdo gjë njeriu është bërë për njeriu, kështu që duhet gjenden pra njëri tjetrit edhe duhet ta mirë kuptojnë. Edhe pse jo edhe të mundohen ta. Tani, në rastin konkret, ju të dy keni bashkëpunuar me njëri tjetrin, domethënë nuk është fiks shembulli, domethënë keni një shembull shumë të mirë bashkëpunimi dhe pse jo shpesh dy artistë bëhen bashk për të bërë një vepër po që një projekt. Kështu që rasti juaj është rast ndryshe dhe është shumë mirë për të përgëzuar. Dhe është një shembull për të marrë. Të rëndim edhe kjo pjesë. Patjetër, çdo gjë ka ndjenjën e vet. Sepse ne përveç se kemi një pikë të përbashkëm, jemi edhe pak ndryshe nga njëri tjetri, si çdo njeri që nuk ngjasojnë, nuk jemi absolutisht. Po kjo është dhe buka e jetës. Po, pikërisht, dhe ne kemi gjetur një gjuhë të përbashkët, edhe jam shumë e kënaqur edhe nga bashkëpunimi me Nonin edhe për punën e tij. Tani unë do pyesja diçka shumë base personale, por edhe parë edhe në çik në kontekstin më tepër filozofik. Sa të pasur ju bën puna? Ky profesion që keni zgjedhur. Tani pasurinë nuk e quaj thjesht monetare, quaj edhe shpirtërore edhe. Ky është burimi jon kryesor i pasurisë. Shpirti. Ky është aterja kryesore që na mbajnë gjallë. Edhe besoj që më pasur se na bën kjo gjë, nuk ka asnjë vlerë monetare tjetër që na pasuron. Prandaj dhe pjesa më e madhe e artistëve janë në kushte jo të mira financiare. Por që sigurisht me kompromise mund të sigurosh edhe një jetë të mirë. Nga përfitimi nga arti, sepse mund të bësh edhe punë tjera që sigurojnë më shumë siguri financiare. Por që të bësh një art të pastër, të shfaqësh atë që ti mendon, ndjesitë tua në një telajo, në një instalacion apo një punë tjetër, medium tjetër të artit vizual, është pak e vështirë të mbjetosh për nga kjo anë. Edhe në lidhje me atë që thatë më përpara, mendoj që për unitetin që jemi bërë një edhe me pjesën jashtë, mendoj që heqja e barrierave që na ka kufizuar ne si popull në përgjithësi, na ka bërë që të kemi këtë bashkësinë edhe në mendësi edhe në pjesën e punës që bëjmë. Ti në njësaj pasurie? Për mua jo është gjithë kënaqësia. Dhe më thënë kur jo vetëm kënaqësi, po edhe si fuqi e shoh në krijimin, artin, edhe më shumë se zbulon veten, njifesh më mirë me veten kush je. Unë për shumë më ndodh shumë herë te krijimet e mia shoh
shoh për shembull shumë herë që kam krijuar gjëra nga subkonscienca, edhe zhvillohesh, gjen veten, kështu që është shumë kohë cilësore kur krijoj. Domethënë, je në botën tënde, është pasuria më e madhe që mund të kesh, të jesh të kënaqësh me diçka që bën edhe shijon. Për mua ajo është gjithë pasuria. Ashtu e shoh. Vjen mirë. Vjen mirë edhe doja ta mbyllja, se arritëm afërsisht deri të fundit podcastit. Doja ta mbyllja po prapë një pyetje që shpresoj t'ju zhysi në imagjinat dhe të rëshqisin në imagjinatën tuaj dhe më përshkruani secili sipas botës vet se si do ishte për ju dita e nesërme më ideale. Dita ime ideale nuk është vizualisht, të me thënë e bukur, sepse vizualen e bëjmë me mendjen tonë, por me njerëz që kanë përgjegjësi mbi veprimet që bëjnë, edhe me njerëz që pa egzageruar, pa pasur rregulla fikse dhe të rrepta, ama të jenë të sinqertë në gjërat që bëjnë edhe thonë, edhe kjo do ishte idealja për mua. Do me thënë një bashkësi, një bashkëpunim mes njëri tjetrit. Edhe sa më shumë pse jo dhe dashuri edhe mirëkuptim për gjithë në çdo lloj drejtimi, si në art, si në punë, si në familje, si në shoqëri, sepse rinia sot, siç thatë ju në fillim, ndryshon nga brezi në brez, po tani edhe koha është zvogluar e ndryshimit. Do me thënë, më përpara bëheshte ndryshimi mbi 10 vite, tani ndodh ndryshimi brenda 2 vitesh, fëmijët marrin një tjetër ide për jetën. Kështu që besoj që për të mbajtur një jetë sa më harmonike dhe jo të egzageruar me jashtë normales, të jemi të përgjegjshëm për çdo gjë që i përgjigjemi vetes tonë. Bukur. Për ty në? E nesërmja, tash nuk dim çfarë do presi, po më e mirë se sot. Patjetër do të ndryshë nga sot. Më e mirë me e keq do ja lëm kohës ta shohim, të si e përjetojmë, se secili e përjeton sipas ndjesisë vet. Dhe më vjen mirë shumë që deri mbylli me një përkufizim ose me një lloj ndjesie që e nesërmja e lidhur me dashurinë për njëri tjetrin është shumë e rëndësishme dhe besoj ai është motori i çdo zhvillimi shoqëror, çdo zhvillimi personal dhe padyshim dhe unë i bashkohem ides dhe me të dhe me dashurinë si qëllim për vete, për shoqërinë do ishte patjetër e nesërme më e mirë se sot. Patjetër. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e podcastin. Unë ndjem shumë rehat përveç faktit që ne jemi pak të sikletshëm përballë një mikrofoni apo përballë një kamere. Është më se normal, çdo artist ashtu është. Ishte shumë komode biseda me ju edhe ju falenderojmë shumë edhe për mundësinë që na dhat të hapësira e qendrës Argimit edhe për bisedën shumë të këndshme sot. Atëherë, për të fundit, po ju lej pak momente të nëse doni të falenderoni ndonjë nga partnerët tuaj, është momenti që ne të parë se ta mbyllim. Atëherë partnerët kryesor kanë qenë Qendra e Artit Agimi, Ministria e Kulturës, Inovacionit dhe Ekonomisë, edhe njëri tjetri. Edhe familja jonë pa dyshim që edhe familja jonë që ka qenë mbështetja jonë kryesore edhe katalizator kryesor i asaj pune që ne realizuam. Bravo. Ju faleminderit shumë. Faleminderit ju.